Imagjino të kërkosh diçka të thjeshtë, vetëm për të zbuluar se e gjithë drejtimi i jetës sate ka ndryshuar përgjithmonë. Një udhëtar i lodhur, i tharë nën diell, kërkoi strehim dhe ujë në një xhami. Nevoja e tij ishte thjesht fizike, një etje themelore njerëzore. Ndërsa ishte atje, ai dëgjoi recitim, fjalë të bukura që nuk i kuptonte, por që i ndjente thellë. Nuk ishte kjo ajo për të cilën kishte ardhur, megjithatë ia ma gjepsi shpirtin. Ai mbërriti duke kërkuar ujë, por u largua pasi kishte gjetur diçka pafundësisht më të vlefshme, udhëzim dhe besim. Udhëtimi i tij për një pill u shndërrua në një udhëtim drejt së vërtetës. Kjo histori frymëzuese na kujton se udhëzimi hyjnor shpesh mbërrin në momentet më të papritura. Një hap i thjeshtë, një takim i rastësishëm mund të hapë derën drejt një transformimi të thellë shpirtëror. Reflektoni mbi momentet e vogla në jetën tuaj ku mund të shfaqet udhëzimi. Ndani këtë histori për të frymëzuar të tjerët rreth mënyrave delikate se si mbërrin bekimet dhe regjistrohuni për më shumë reflektime motivuese.